Një grup punonjësish në burgun e Shtipit, antar të organizatës sindikale të Spogjit, sot kanë reaguar ndaj konferencës për media të drejtorit të burgjeve Aleksandr Pandov, në të cilën ai ka akuzuar policët e burgut se kanë ndihmuar një të burgosur të gjejë drogën e hedhur në oborrin e burgut. Në reagim thuhet se drejtori ka paraqitur një pamje që nuk përputhet me realitetin dhe veprimet zyrtare të kryera nga autoritetet. Në asnjë moment nuk kanë pasur vend të dyshimit se ndonjë nga punonjësit e policisë së burgjeve kanë vepruar në kundërshtim me detyrën e punës dhe kanë bashkëpunuar me personin e dënuar. Ne si punonjës të institucionit e mohojmë tërësisht këtë histori të trilluar që është plesuar në mënyrë ironike dhe cinike në publik. Me përgjegjësi dëshmojmë se e vërteta është krejtësisht ndryshe dhe veprimi i ndërmarr për gjetjen e sendeve të dyshimta të hedhura nga jashtë burgut në këtë ngjarje përmes murit synonte të konstatonte se çfarë kishte të paligjshme që të denoncohej në SPB Shtip. Kërkimet gjatë orëve të natës kanë përfunduar pa sukses, shtojnë në përgjigje, por gjatë orëve të mëngjesit kanë gjetur një qese plastike e cila përmbante lëndë të dyshimta pluhuri dhe barishte. Punonjësit thonë se pas zbulimit janë ndërmarrë të gjitha veprimet operative dhe protokollare. Është njoftuar drejtori i institucionit, ndërsa për ngjarjen janë lajmëruar policia ku kanë mbërritur në burg. E gjithë procedura dhe hapat konkrete ndërmarrje janë të evidentuara në raportin ditor të policisë së burgjeve, e sigurisht edhe në buletinin policor nga SPB Shtip. Në asnjë moment nuk ka vend për dyshim se ndonjë nga punonjësit e policisë së burgjeve ka vepruar në kundërshtim me detyrat e punës dhe ka bashkëpunuar me personin e dënuar në favor të tij, siç u përmend nga drejtorët. Drejtori Pandov informoi se të mërkurën për një rast të tillë në oborrin e burgut të Shtipit është hedhur një top me 35 gram kokainë dhe 50 gram marijuan, ndërsa në incident ku një i burgosur po kërkonte drogë, ishin të përfshirë edhe policët e burgut. Një i burgosur u përfshi në kërkimin e gjës siç tha Pandov, dhe më pas atij u bashkuan oficerët e policisë së burgut, të cilët ndriçuan lëndinën me elektrik dore. Sipas Pandov, i burgosur i tha se po kërkonte orën që ja kishte marrë Kudra Ceca.